Pra dje 10 tetor 2025, rreth orës 18:45, në Departamentin për Punë të Brendshme Gostivar është raportuar se në një artari pronë e personit SZ nga Gostivari është kryer një vjedhje graviçare, ku gjatë vjedhjes janë marrë diku rreth 18 kg ari, stoli prej ari, me vlerë prej rreth 1.8 milion eurove, dhe minjherë janë ndërmarrë masa dhe aktivitete për gjetjen e personave të cilët kanë qenë të maskuar dhe me fantoma në kokë. Kështu që gjatë marrjes së masave në rrugën rajonale Gostivar Mavrov, rreth 500 metra pas kryqëzimit të Mavrovës, është gjetur një veturë e cila ka qenë e përfshirë në flak, dhe pasi nga ana e pjesëtarëve të njësitit territorial kundër zjarreve Gostivar është lokalizuar zjarri. Është konstatuar se bëhet fjalë për automjetin BMW me targa pa targa të regjistrimit, e cila dyshohet se është përdorur gjatë kryerjes së kësaj vjedhje graviçare. Kështu që gjatë inspektimit në vendin e ngjarjes është konstatuar se në automjet është gjetur një pushkë automatike me bajonet dhe vetura me urdhër të prokurorit publik është marrë për inspektim të mëtutjeshëm. Kështu që sektori për punë të brendshme Tetov, Departamenti për punë të brendshme Gostivar punon, vazhdojnë hetimet për gjetjen e personave të implikuar në këtë vjedhje dhe zbardhjen e plotë të rastit. Për fat të mirë, në këtë rast nuk kemi persona të lënduar, por vepra është kryer vetëm nën kërcënimin e armëve. Do me thonë, gjithçka sa i përket pistave dhe informacioneve shtesë lidhur me këtë rast do të drejtoheni në Prokurorinë Themelore Publike.